do që të kandidoj, pa tjetër me Berishën nuk e fiton do të them unë, është absolute. Mirë po, ky defekt nuk është i sotshëm. Ky defekt ka ardhur dhe është trashëguar ndër vite, nuk është se është i sotshëm. Nëse do marrim për shembull kandidimin Sokol ai Ndjeri Koli me Oldashi. Me Luli. Domethënë mbështetja u dha Lulit nga Berisha dhe fitoi Luli. Sokoli gjet rafment mund të ishte shumë më i mirë, shumë më këtu, por pse se shkon në trashëgimi. Ajo që unë e kam quajtur vote deleguar. Dhe të gjitha partitë kanë këtë vote deleguar. Pse ju kujtoni se Partia Socialiste nuk e ka vote deleguar? Vote deleguar e kanë dhënë ata. Dhe këtu ndryshon situata. Pra, ndoshta jam bërë pak shumë kur them që në Shqipëri mungon e djatha, se e djatha nuk njeh vot delegume. Në një parti që delegohet vota, pra, ty të vjen dhe thotë, po, ti do votosh për këtë se këtë do kryetari, nuk është më ajo, parti e djathë. Dhe ky është ngërçi që has, dhe ti nuk ke me kë bën krahasim pastaj. Sepse edhe kur të bësh krahasim, duhet të kesh një tëndin, nuk mund të bësh krahasim me kundërshtarin. Sepse është kundërshtari kështu, duhet të vazhdoj dhe unë kështu, jo. Unë duhet të bëj krahasim me ty që të kam në një linjë, nuk je si unë tamam, ose unë nuk jam si ty, po jemi afërsisht. Pra, duhet të bëj këtë lloj krahasimi. Ky lloj krahasimi në Shqipëri mungon. Dhe këtu, duam apo s'duam, ne këtu vendos uni. Kushdo qoftë. Dhe për 35 vjet ne kemi patash, mos bëjmë sikur se shohim. Nëse nuk është zgjedhje ideale Berisha, pse duhet që demokratët të shkojnë nga pas? Edhe ju personalisht. Si unë personalisht, unë s'kam punë me shkoni për demokratike. Ore, mos nga ta rroni kekun me byrekun. Problemi që ndron këtu. Po s'ke ka zbyrek, Marko, çka ju dhe Partia Demokratike, ka ju që shkoni pas asaj Berishës? Po nuk shkoj pas Berishës, se po kisha shku pas Berishës do isha tjetër gjë. A shkon në çdo protestë me Berishën? Ore, në protestë. A shkon apo jo? Më fal. E para që unë merrem me analizën politike. Po dakor, pra, kjo është statimi i tretë apo është ta mbaroj. Dhe e dyta, unë shkoj në çdo lloj dhe shoh çdo lloj proteste. Dhe Berisha qëndron sepse e mbështesni ju, shumë e thjeshtë. Ore, po ta kisha mbështetur unë Berishën, do ishte Berisha gjë tjetër dhe ajo parti nuk do ishte, mos nga ta rroni protestat me të qenurit në parti. Ka janë dy gjëra të kundërta. Po s'jam të kundërta, sepse në protest, unë edhe me 21 janar që është bërë protestë, unë kam qenë e kam pa. Qa do thotë kjo? Do thotë se unë kam qenë pjesë e protestës? Apo kam shtet atë? Unë shkoj, e shof, e bëj, e studioj. Po me e studioj, e kritikoj. Shkoni të protesta e lapaj dhe qorit edhe... Po me e kam pa, edhe lapën e kam pa. Kam shku aty, kam pa 2 vete, kam bo artikullin, kam thonë tilë për jashtë. Dhe kam thonë, qa kam pa? Kam parë atë, ore, të Partia Demokratike. Partia Demokratike, kam thonë, edhe s'kam qefta përsërit 5 milion herë. A është partia e jonë që e kemi kriju ne. Nuk është parti që ishte trashëgimtare dhe ne u futëm pjesë, u bë antar të saj. Dhe ajo që na dhem pikërisht dhe ne nëse flasim, jo vetëm unë, por shumë si unë, nëse flasim sepse ne na dhem dhe ne duam një parti të djathtë, po tjetë në këtë lloj forme, atëherë mos flasim fare, mos diskutojmë fare. Por, po ta fusësh te kanali individual, në kanali individual dalin gjëra tjera pastaj. Unë po të them që Partia Demokratike, si çdo parti tjetër, nuk ka përfaqësues të spektrit të ajo që kam thënë gjithmonë, që të spektrit të fraksioneve brenda partit. Një parti e djathtë, që është parti e djathtë, funksion vetëm nëpërmjet fraksioneve. Nëse nuk ka fraksione, ajo parti nuk mund të funksionojë dhe këto kandidatë që dalin janë kandidat individ, personal. Pra nuk është se këta dolën si pasoj e një grupimi fraksioni, kanë programin e tyre dhe luftojnë për programin e tyre. Por këta janë individ. Më hoqi tash Berisha mu, edhe do dalë unë kandidat. Më hoqi Rama mu, do bërtas. Dhe do dalë edhe kandidat. Ai tjetër ka shpall kandidatin për kryetar bashkie, në të njëjtën kohë që partia ka shpall kandidat tjetër. Më fal. Qa do me nga tregune? Do me nga tregu atë ilaritetin e partisë?
Po s'hahet kjo, se kjo është budalliku më i madh. Po nuk ka shpallur, jo. Po tash ai ka shpallur ti ide që se ti thu jo, rregull, dakor. Sepse ajo shpallja ishte për zgjedhjet që u bën, mbaruan ato. Jo, ma e thot tash ti. Edhe këto zgjedhjet tani nuk e dimë se ke do shpallin ata, se Ore ka shpall ai vetëm të pavarur. Më fal, ai ka shpall si të pavarur.